Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset rrugore të qarkut duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente me synim për ndalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror, kur fluksi i automjeteve është ndjeshëm më i lartë. Sipas policisë, kontrollet janë fokusuar kryesisht në evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit ose në gjendje të dehur, pa leje drejtimi. Kryejnë parakalime të gabuara si dhe të mjeteve që qarkullojnë me xhama të riveshur, shkelje të cilat konsiderohen ndër shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore. Gjatë periudhës nga 1 deri me 23 korrik 2026, si rezultati i monitorimit dhe kontrolleve të vazhdueshme, janë arrestuar 8 drejtues mjetësh dhe 10 të tjerë janë proceduar penalisht për vepra penale të drejtimit të mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë përzëlluar 17 leje drejtimi. Në të njëjtën periudhë, policia rrugore ka vendosur 4308 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Konkretisht janë dëshkuar 166 drejtues për parakalime të gabuara, 2062 për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, 1418 për ndalim ose qëndrim të gabuar, 201 për mos vendosin e kaskës mbrojtëse, 30 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 630 për shkelje të tjera rrugore. Policia e Shkodrës bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur teknologjinë bashkëkohore në funksion të rritjes së sigurisë. Njëkohësisht, policia apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve. Qytetarët ftohen të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor në numrin pa pagesë 112.